Zbuloni historinë e pabesueshme të një gruaje që shkatërroi pritjet dhe luajti role të rëndësishme në historinë e hershme islame. Ajo ishte një grua vërtet e shuar dhe e shkolluar gjatë kohës së profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Duke njohur diturinë e saj, profeti, paqja qoftë mbi të, e caktoi atë si mësuese posaçërisht për gratë në Medinë. Kjo tregon rëndësinë e hershme që i ishte dhënë arsimimit të femrave. Më vonë, nën kalifatin e Umar ibn el-Hattabit, Allahu qoftë i kënaqur me të, asaj ju besua një rol mbikëqyrës thelbësor mbi tregun në Medinë. Ky ishte një pozicion me autoritet dhe përgjegjësi të konsiderueshme. Jeta e Al-Shifës tregon fuqishëm se gratë në Islam historikisht kanë qenë të fuqizuara për të mësuar, për të dhënë mësim dhe për të shërbyer në kapacitete udhëheqëse. Historia e saj është një kujtesë jetësore e roleve të respektuara dhe aktive që gratë kanë pasur që nga ditët e para të Islamit. Ndani këtë histori frymëzuese dhe eksploroni më shumë histori të grave muslimane.